Shëndetje të gjithëve, mirë se erdhët një video të re këtu në kanalin ton. Sot jemi këtu me Amarushin. Ka ardhur dhe Amari këtu të hapi videon. Sa pa që hapa kamerën erdhi me vrap këtu. Se duket i pëlqen shumë Amari të bëj video. Të bëjmë një Zara haul edhe shumë gjëra me ulje kam gjetur, edhe shumë domethënë me 60% ulje, 50% ulje kështu. E të tregoj edhe pak juve, se janë disa gjëra që kanë qenë goxha shtrenjtë edhe i kam marrë me një çmim shumë më të mirë. Edhe dihet se ku i kam marrë. Kam marrë te Claudia Lifestyle. Si jam erdhi në Gjirokastër, se nuk më vononin shumë, plus kam porositë disa gjëra të tjera dhe ato nuk më kanë ardhur akoma. Se vonojnë disa gjëra, se varet se ku bëhet porosia dhe disa gjëra vonojnë, disa vinë më shpejt. Ka ardhur me kuti, se janë disa gjëra që janë pak të mëdha dhe kështu që mi ka nisur me kuti Claudia. Ani t'ju tregojmë bashkë me Amari, se Amari është më kurioz. Ne jemi të dy kurioz. Ne jemi të dy njësoj me Amarin. Edhe Amari është si mami, ka shumë kuriozitet kur hap dhurata, kur hap pako kështu, edhe është entuziast. Filloj me të parat që janë këto çizmet që i kemi parë gjithë anëri. Nuk kanë shumë dizajn, janë thjesht të zeza, nuk janë me shumë shkëlqim, janë lëkur, edhe më duheshin një palë çizme kështu të zeza, që janë pa gjë, janë të thjeshta, për të veshur për ditëshmëri dhe plus në kohën me shi, sepse këto e shikoni këtu, por nuk është në ndonjë tak shumë. Janë shumë të lehta, nuk janë kështu, edhe nuk shkasin, i kanë gomë shumë të butë mirë. Jo mamja, është bizhami ajo. Edhe këto mora, të duke kështu. Ja kështu duke. Janë goxha të bukura, t'ju tregoj se sa i mora. 50 që kanë qenë, janë bërë 30. Kam to xhinkset, janë shumë të bukura. Janë kjo ngjyra blu që vishet besoj edhe nga pranvera. Jo vetëm tani në dimër. Nuk isha kështu një palë xhinkse kështu dhe thash po i marr, edhe ishin goxha të gjata, i preva vet, se ishin goxha të gjata për trupin tim. Por në fakt edhe Klaudia që i mori ishin goxha të gjata dhe ajo i ka goxha të gjata. Edhe janë me pjesën këtu të këtyre gureve, shumë të bukura, për këtë më pëlqyen më shumë, për këtë detaj. Edhe këte janë kështu, edhe shkojnë shumë me një pellush ngjyrë gri, si e kam dhe unë, që është grisi në të bardhë, kështu. Edhe më pëlqeu shumë, në fakt, kjo pjesa që kishte kështu nga pas, dhe reni shumë bukur. Janë kështu të gjera. Mora masën medium, dhe këto kushtuan nga 20 euro, i mora vetëm 10 euro. Shumë lirë i gjeta këto. Edhe pse jo, për 10.000 lek i mora sepse edhe më duheshin një palë xhinkse të tilla. Kam marrë një bluzë kafe, nuk e kisha një kështu, kam një të bardhë si kjo dhe janë shumë të mira. E kisha marrë të bardhën vjetë që bëra fotot me Amarin që bëri një vjeç, më duhej një ashtu, edhe është goxha e mirë se është dhe e mbyllur këtu. Dhe mora masën medium që të ri pak më lirshëm, mos të ri ashtu fare e ngushtë. Edhe është kështu. Edhe është kështu badi dhe është kjo ngjyra shumë e bukur kafe, nuk kisha një të tillë. Do të thënë kisha kafe, por nuk kisha në këtë model dhe në këtë ngjyrë. Se është një ngjyrë shumë ndryshe. Edhe pastaj që janë të preferuarat e mia dhe nuk i mora me ulje. Kjo kushtoi, sa do të kushtuar kjo? Kjo kushtoi 15 dhe janë dhe këto pantallona që janë kështu si treqerekshe dhe janë të gjera. Më pëlqejnë shumë, janë me këtë vijën në mes, janë me këtë vijën kështu në mes dhe duken goxha bukur të veshura kur kombinohen. Kanë edhe një rip. Këtë ripin e kanë vetë pantallona dhe është goxha e bukur se kanë të ngjyra shumë të bukura. 30 euro kushtuan edhe këto. Edhe shumë të bukura, më pëlqejnë shumë. Besoj se do shkojnë edhe me këtë. Ai nuk e pare njësoj kafja e këtyre, po si kjo unë kam një bluzë. Kam një bluzë që kam në Shkodër. Edhe është pak kështu si e hapur, badi është dhe ajo. Edhe shkojnë me këtë. Gjithsesi do visha edhe me atë dhe me këtë, sepse nuk kam ndonjë diferencë shumë të madhe. Me këto, me këto, besoj se do duken shumë bukur. Besoj, nuk e di se nuk i kam veshur akoma që t'i shikoj kështu ndonjë outfit. Edhe këto ishin të gjitha blerjet që bëra te Zara. Kam bler edhe një palë kambale për Amarin, kam bler pastaj një bluzë që është goxha virale, ajo bluza është me të shkurtra dhe e trash. Edhe një xhaket lëkur
që është shumë virale. Edhe po të vuten dhe Claudia Lifestyle me atë xhaket kanë bërë namin, e kanë porosit aq shumë, edhe unë po e pres që të vis, sepse duke qenë se ka pasur shumë kërkesa për atë, nuk ka mundur që ta marr aq shpejt edhe unë. Edhe kështu që po pres që të vinë, sepse vonoj diku këto porosit, diku tek 10-12 ditë kështu. Unë jam një çik i dua pak gjërat shpejt, por gjithsesi pres, sepse më sjell Claudia shumë mirë këto rrobat. Unë mirë që blej për vete, po tani më shfutur në pjesë dhe Amari. Nuk mund të ri, se Amari nuk kërkon gjë, sepse ajo është i vogël, po unë vetë s'mund të ri. Vetë futëm aty te fëmijët edhe shoh çka ka ndonjë gjë e re, ndonjë gjë neutrale, kështu si ja vesh me Amarit. Unë tani do ndrohem pak, do ushqej Amarin, sepse i ka bërë mami supë me mish viçi. Këto kohë mundohem shumë që Amarit t'i jap sa më shumë mish të kuq, panxar, spinaq, të gjitha këto që kanë hekur, se jo se Amari është me mungesë hekur, se i bërëm analizat edhe të bërëm gjak komplet, bërëm edhe për hekurin dhe nuk kishte nevojë për mjekim. Me sa më tha doktoresha, nuk kishte nevojë për mjekim, nuk e kishte në normë, me thënë nuk e kishte ashtu keq që të mirëte ilaç. Do me thënë, ka qenë edhe me viroz dhe ndoshta i ka dalë pak, do me thënë, po jo se e ishte anemik. Edhe për këtë gjë kisha shumë frikë, se duke qenë se e shifja Amarin që ishte shumë i bardhë këto kohë, më shumë nga ç'është, sepse është një fëmijë që është i bardhë, po edhe thash mos ka anemi, edhe kështu që ja bërëm analizat për merak. Edhe tani po mundohem edhe jap vetëm gjëra kështu, gjëra pak të shëndetshme, nuk i jap fare të shëndetshme, i jap gjithmonë, po i jap vetëm kështu gjërash për hekur, që të marrë sa më shumë vitaminën. Është më mirë ta marrim në ushqim se sa me ilaç. Edhe për atë duhet të ndihmoj ta. Amari është një fëmijë që nuk bën fare naze në ushqim, edhe kështu që i ha, imagjino kur ha panxharin, lërit të tjerat. Lërit të tjerat pastaj se si i ha, nuk i ka fare problem kështu. Por gjithsesi është një fëmijë që përton të haj kështu vetë, për shembull. Nuk është se haj mjaftueshëm sa dua unë. Edhe unë gjithmonë mundohem ja fut kështu, ja hedh çdo gjë nëpër supa, nëpër këto. Në mëngjes kemi filluar vezën e freskët, më thon veza Amari ka ngrënë gjithmonë, po e pëlqen, po ja kam bërë në mëngjes tani, ja bëj esëll në mëngjes. Ja bëj vezën si gjysëm kështu, si vezë po sheh kështu. Për arsye se ashtu ka më shumë. Ja bëj, nuk ja zjej fort, edhe ja bëj në mikser me avokado dhe me banane. Sepse nuk i ha Amari banane dhe avokado, nuk është se i ha shumë, dhe mundohem gjithmonë që t'ja jap edhe ja bëj në këtë mënyrë. Më thënë edhe juaj, nëse nuk ju ha, bëj ani në këtë mënyrë, ja bëj në mikser, i bëhet kështu kremoze, edhe ja jap ashtu, se është vetëm një mënyrë që mund t'ja jap avokadon edhe bananen. Se vezën e ha, edhe omlet, e ha dhe kështu të zier, e ha. Edhe mundohem që t'jap çdo mëngjes esëll ja jap këtë gjë. Pastaj në drekë bëjmë supën, ka të përditshme. Në darkë pastaj bëjmë ndonjë gjë tjetër, varet kos me fruta, në bazdite, pastaj në darka ka ngrënë edhe makarona, tosta, kështu gjërash. Edhe qumshtin. Kemi dhe qumshtin, që qumshtin e pim në çdo vakt, por në drekë para se të flej e do qumshtin, në darkë para se të flej e do qumshtin. Nuk është se na është ndarë qumshtin neve, kemi akoma se Amari e pëlqen shumë. Sa u bëra gati, jam lyer pak, jam bërë pak gati, edhe u bërëm gati këtu me Amarin, mi veshur, edhe do dalim pak me besën time dhe mnusën e vllajt, dhe pastaj do ikim do flëm andej dhe kështu do kalojmë pak ditën. Koha është me shi, po tani për momentin nuk bie. Hajde mami. Po tani për momentin nuk është se bie shi, dhe kështu që kemi pak kohën mirë që të dalim të bëjmë një xhiro kështu me fëmijët. Hajde mama. Edhe Amari këtu është veshur me mamin, është veshur i vesha të bluzën që e ka shumë të vogël të kafen. Edhe u bërëm gati dhe tani do ikim. Buçe? Dalim. Duke që se koha është vetëm shi, sot filloj të hapet edhe neve sa të hapet pa koha, dalim direkt nga shtëpia, se janë mërzitur fëmijët në shtëpi.
Edhe dalim bëjmë ndonjë xhiro, ta kalojmë pak kohën jashtë, që pastaj kur të vim në darkë edhe këta të jenë pak më të qetë, se nuk na lënë rahat pastaj në darkë. Edhe kështu këtu ka Majnën, Amari këtu në botën e tij, kurse Ajna këtu sepse ka shumë qejf të dali këtu me hallën. Ke qejf? Qejf të dalësh te kamera? O ti thua çik përshëndetje këtyre? Përshëndetje? Përshëndetje. Edhe kështu njerëz, tani unë isha domethënë te mami dhe u bërëm gati me Amarin, erdhëm këtu te vllai, edhe sa u vesh, sa u bërëm gati, sa mora të gjitha gjërat e Amarit, se duke qenë se do flëm këtu, mora çdo gjë. Edhe tani jemi të reaktuar, do bëhemi gati, do dalim pak xhiro. Edhe kështu që do t'ju marrim dhe ju me vete, do t'ju tregojmë ditën tonë se çfarë do bëjmë sot. Amali. Hop, 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 kërceni bashkë me Ajnën, kërceni. Hop, hop. Rini fare në shtëpi dhe rini rahat. Të bëj një foto. Hapeni, se që sa lodra keni? Luan. Hajde, hapë. Mirë e bëri që se një shkoj të ka pa për mirë, sepse Angelo shkoj në të dy. Jemi të shkallët e pallatit me Ajnën. Jemi në aksion, sepse kemi ikur fshehur azi Amarit. Jemi këtu me bizhame. Shikoni. Jemi këtu me bizhame sepse do ikim të marrim disa ëmbëlsira. Edhe ëmbëlsirat i kemi këtu afër në lagje dhe Amari donte të vinte me ne dhe e lam në shtëpi. Kështu që tani do ikim t'i blejmë. Ajna ka veshur të kapuçin e babagjyshit. S'ka lidhje fare me muajin që jemi. Ëmbëlsirat që blevëm te Kalimera, sepse atje blejmë gjithmonë se i ka ëmbëlsirat më të mira. Ta hapim. O Amar. Amari. Rrugëve? Jo. Mos e prek. Morëm Ferrero, 2 Ferrero. Një lila pauz. Edhe këtë zupën që e mori Ajna. Edhe një ëmbëlsirë tjetër që do ta provoj, se kam provuar ndonjëherë. Kjo ëmbëlsira kështu. Në lezetshme, shofë si do jetë. Meri tani ato. Frie se. Fry! Bravo, non lo so. Chi hai, Ciocchia? Chi hai? Chissà che sono io.